Mos më përgëzo mua, se nuk është... Po e përgëzoj edhe Kosovën, është një fest kombëtare që s'ka kur ti tre. Pra është një fest për Kosovën, por Kosova do të ndryshoj. A ban mos më ndërprej, Dhe festa e dytë kombëtare është kur nuk do të ketë qeveri të vetëvendosjes. Pra, dy festa duhet të ketë Kosova për të kthyer nga perëndimi. E por që Albini është caktu ministër për izolim të Kosovës nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Besoj që është kom alo emrin, siç atë punë e di më së miri. E dyta është që presidentja e përdori diskrecionin tërësisht si asistente, pra si sekretare e lëvizjes vetëvendose të Albin Kurtit, për arsye se partitë opozitore u deklaruan se nuk e përkrahem Glau Konjufcën për kryeministër dhe gjasat që Glau Konjufca si mandatar të ketë për ta formuar qeveri nuk ekzistojnë. Prandaj janë deklarime publike që edhe presidentja i kanë dëgju dhe i ka taku gjatë ditës, më duket dia apo sot. Sot i ka taku. Ose sot i ka taku, dhe ata i kanë thënë që nuk ja japën votin askuj, prandaj presidentja e rrejti popullin e Kosovës, e shkelje parimin e përfaqësimit të unitetit të popullit. Çka që dashur të bëjë presidentja? Presidentja duhet të, për shembull, sikur partitë politike tjera, të thonë se do ta rikonsiderojmë ndrimin e emrit, pra nga Albin Kurti te Glau Konjufca, atëherë mund të themi se do të ketë gjasa. Por kur kryetarët të partive opozitore dhe Ramush Haradinaj fare nuk shkojnë në takim dhe Abdigjiku deklarua kundër, PDK-ja u deklarua kundër. Në teorinë e gjasave, që jo teoria e gjasave nuk është të kalojmë me randë. Ta vazhdoj përgjigjen e Smakishit. Ja, vishtash, se teoria e gjasave është ose të deklaronin partitë opozitore se mund ta konsiderojnë si mandatar, t'ja japin votën, ose të kishte një marrëveshje Glauku me dikan nga partitë opozitore, ose të kishte 61 nënshkrime për t'ja dorëzuar presidentin. Kjo është teoria e gjasave, nuk ka hajgore kjo. Kjo është shumë serioze. Prandaj, presidentja e teoria e gjasave është kur i ke 57 deputet. 57 vota. 56. Presidentja si instrument... 57 janë bashkë. 56. Presidentja veproi si instrument i Albin Kurtit. Po, aty nuk ishte Shqip, kam përshtypjen që mungon të Shqipën e vete. Shqipës e limi, për çështje teknike. E ke shpërdori diskrecionin për t'ja dhënë edhe 15 ditë ku lëvizjes vetëvendosje dhe për të shtyr zgjedhje deri në 28 dhjetor. Po presidentja sipas teorisë së gjasave, më shumë mund të jetë e bindur që kur i ke 57 deputet i bën edhe